Cilat janë produktet që duhet të jenë vërtet shumë të mira, ato që bëjnë diferencën make-up? Brendet klasike që kanë, Chanel, Dior, normal nuk dyshojnë cilësinë e tyre. Besoj gjithmonë 30% e produktet e tyre kanë një cilësi shumë të lartë. Numër 2, produktet old school. Janë produkte brende të vjetra që ekzistojnë ndoshta mbi 30, 40, 50 vite. Çfarë bëjnë make-up artista si unë ose brendet të ndryshme? E vjedhin një produkt nga ai brand, nga ky brand dhe e rimodulojnë, bëjnë marketing edhe e shesin më shesa që duhet. Pra gjithçka që është old school, old is gold. Po, old is gold, e vërtet. E treta është produktet e finish. Finish i bën një blush, një highlighter, një blush i lëngshëm që ta bën bazën prap glowy, që janë Hermes, Dior, Chanel, me ato kur nuk mundesh me bë diçka gabim dhe përmirëson shumë rezultatin në fund. Lëkurat me pore çfarë bën? Ke ndonjë teknikë të veçantë? Punoj shumë me baby steps edhe lëvizja shumë të imta që s'ka çare pa u fut fundatina aty në pore, edhe mu drejtu lëkura. Ti madje përdor ndonjëherë dhe akull mbasi e lan fytyrën me peshqir që mos ketë asnjë grimca aty, të bëhet një lloj skrabi kështu i lehtë dhe pastaj me akull kur shikon që është me pore shumë të hapura, tak e mbledh lëkurën. Njerëzit gjithmonë mendojnë që një make-up artist që ka famë, edhe kur shem dikë duke lëvdur, përdori këtë gjë, përdori atë. Zemra përdor ujë Zotit, merr ujin e ftohtë, merr do akull, merr një peshqir, gryje fytyrën, pastroje, heke likurën e vdekur nga poret, edhe likura është e gatshme për me thith, qilen poret, ngrihet likura, bëhet një lifting, është një pasërti, uji gjithmonë të regeneron, të relakson, edhe ta bën likurën të gatshme për 2 kg sherk. Lëkura me probleme kërkon gjithmonë më shumë produkte. Është e vërtetë kjo? Domethënë lëkurat që kanë më shumë pore, lëkurat që kanë më shumë akne, që kanë më shumë rrudh. Kontraze. Problemi më i madh që ti e sheh do akne dhe ja fut 2 kg fundatinë. Edhe unë e hedhi fundatinën dhe ja jap vetëm një hije fytyrës. Trust the process. Se ti kur ta aplikon tani vetullën, çerpikun, shkëlqimin, buzën, hub koncentrimi tek aknja. Më mirë hub e bën atë visual, një efekt vizuale të tillë sesa aty me apliku 2 kg tek pushra që e ki edhe duket shumë e papastër. Setting spray është magji që i rregullon të gjitha? Unë përdori shumë pudër, se pudra është vetëm një mënyrë që ta krijon një filter real. Po pudra ndonjëherë duket shumë mat, duhet ta largoj tani në fund pudrën normal, ajo është vetëm për para përgatitje dhe atë përdori një spray hidratues, i cili më largon pudrën edhe e ndihmon produktin mu fut edhe pak në pore. Mandej vjen fixed spray, edhe një hydration spray, edhe fixed spray, janë dy gjëra të ndryshme. Ajo hidron likurën, ndihmon produktin mu fut në pore, edhe fixed spray që e kuqit, e ndalon. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.